Çdo natë më gjente në një hotel ndryshe. Çdo natë takoja njerëz të ndryshëm që kishin paguar për të kryer marrëdhënie me mua. E gjitha kjo në fundën dhe me komandën e njeriu që dikur i besova se më donte vërtet. Se do më donte siç më kishte dashur kur ishim adoleshent dhe thurnim ëndra për të ardhmen, dhe do të pranonte edhe vajzën time. Ai e bëri atë që as në ndrat e mia më të këqija nuk do e kisha menduar. Më nxori në rrugë, më trafikoi. Si garanci që unë të mos harratisesha kurrë nga ai, kishte vajzën. Më mbante peng vajzën. Ajo ishte dashuria ime e parë. Nuk di nga t'ja nis. Ndonjëherë më duket se unë ja kam krijuar vetes të situatë, sepse gjithë jetës kam vuajtur. Kur mendova se më në fund do shikoja një ditë të bardhë, pash dritat e rrugës. Isha prostituta e rrugëve të Athinës. Unë jam martuar që 16 vjeç me një njeri që ma zgjodhi familja. Nuk e doja, por isha e detyruar, sepse familja ime e kishte vendosur. Ata më shitën. Kështu jam blerë në ato kohë. Ne nuk ishim mundësi ekonomike, ndërsa familja e tij kishte prona, ishin të kapur mirë nga këto lekët. 17 vjeç mbeta me barë, sa do mbushja 18 linda vajzën. Jam bërë nën 2 ditë para se të bëhesha 18 vjeç. Martesa ishte ferr për mua. Burri më dhunonte, shumë herë shkoja në spital, me brinj të thyer, kyç të dal vendit, mavjosje, çdo herë jepja justifikim të ri. Një herë kam rënë nga shkallët, një herë u përplasa me mobiljet, sa herë shkoja edhe pse mjekët nuk më pyesnin se ishin mësuar tashmë, e dinin shumë mirë që më dhunonte burri. Unë nga turpi direkt sa ajoja diçka ndryshe nga era kaluar. Ata konfirmonin me kokë. Dukeshin që në sy që as e hanin çfarë u thoja. Ata vazhdonin procedurat e mjekimit. E durova 2 vite. Pas lindjes së vajzës, dhuna u bë më e shpeshtë. Nuk durova dot më. Vendosa të ndahesha nga ai. Vendimi për ndarjen ishte pak i vështirë, sepse dola në qiell të hapur, familja nuk më pranonte më. Ata donin që të kthehesha tek burri, ndërsa unë nuk u ktheva më pas. Ta dija që më priste. Shumë herë e mendoj, po sikur t'isha kthyer pas tek dhuna, më mirë ajo se ferri që përjetova më vonë. Ika nga qyteti ku isha martuar, erdha në Tiranë. Këtu nuk kisha asnjë lloj mbështetje, e nisa nga zero çdo gjë. U futa në punë në fasoneri, mora një gazoniere me qirasa dhe fusja kokën me vajzën. Vajza ishte shumë e vogël, detyrohesha ta merrja edhe me vete në fasoneri. Nuk kisha ku ta lija. Me ato pak lekë që merrja mundohesha të rrisja vajzën me 100 mundime, por ishim bashkë. Një ditë takoj në rrugë atë. Vajza kishte mbushur 3 vjeç. Unë vazhdoja të rropatesha në fasoneri, puna më kishte plakur, gjëja sikur kisha kapërcyer të 30-tat edhe pse akoma isha në të 20-tat. E mbaj mend si tani kur u takuam, mbetëm të dy në vend. Dukej sikur kishin kaluar shekuj dhe jo aq pak vite që kur nuk ishim parë. Para se familja ime të më martonte, në lagje ishte një djalë, moshatar me mua. Shoku im i fëmijërisë, që kur ishim të vegjël ishim të pandarë. Kur u ritëm, ritnim më rrallë se unë po ritesha dhe nuk ngjante mirë të shoqërohesha me djem. Por fshehur razi kur kisha mundësi e takoja. Flisnin shumë bashkë, e ndjeja që ai më pëlqente dhe unë e pëlqeja shumë. Me shaka tregonim se do ishte ardhmja jonë, nëse do martoheshim bashkë, nëse do bënim fëmijë.
E thoni me shaka, por thellë të dy e donim atë gjë. Ai vinte nga një familje e varfër, si unë, megjithatë kishte raste që edhe mendoja ta ratisesha me të nëse ai do ma kërkonte. Se isha e sigurt që familja nuk do pranonte kurrë të më jepte tek ata. Ashtu ndodhi. Ai nuk ma kërkoi kurrë të besha gruaja e tij. As unë nuk i thash kurrë që i kisha qef, që e doja. Në atë kohë ai ishte dashuria ime e parë. Ashtu mendoj dhe sot, edhe pse gjërat shkuan shumë ndryshe. Ditën kur u martova nuk e pash më. Jo vetëm ditën që u martova, por edhe ditë më parë kur u mor vesh lajmi, nuk e pash më. Doja shumë që ai të vinte dhe ta ndalonte dasmën si në filma ose të bënte diçka, por nuk ndodhi asgjë. Që nga ajo kohë nuk e kisha parë më. E as kisha marrë vesh gjë për të, vetëm tek tuk dëgjoja prindërit se kishte marrë rrugë të keqe. Nuk i besoja asnjë fjalë, më shumë dyshoja se ata e dinin përmirësinë tonë dhe donin të ma hiqnin nga mendja. Kur e takova, mësova se dhe ai kishte ardhur në Tiranë. Ishte marrë një lokal. Ato kohë më shumë ishin disko, jo si klubet që kemi tani. Ai kishte vazhduar jetën në Tiranë, por nuk ishte martuar. U ulëm të pim një kafe, u çmallëm për gjithkohën që nuk ishim parë. Ai më tregoi se pasi unë isha martuar, kishte ikur nga lagja dhe nga qyteti. Nuk donte që të hasi në rrugë me mua. Sipas tij, më kishte dashur gjithmonë dhe kjo ishte arsyeja pse kishin dalë fjalë që kishte marrë rrugë të keqe. Çfarë thon për mua, edhe që merre me femra. Kështu më tha, teksa qeshte. Nuk pata as dyshimin më të vogël te fjalët e tij. Pas asaj kafeje u takuam disa herë, derisa u lidhëm, duke sikur e nisëm aty ku e kishim lënë, edhe pse në fakt nuk kishim nisur asgjë. Filluam bashkëtesën, unë lash punën, kujdesesha për vajzën, ndërsa ai punonte dhe kujdesej për të dyja ne. Punonte me orë të gjata në lokal, edhe ku kërkoja të shkoja, ta shikoja se ishte vendi ku punonte, nuk më linte. Më thoshte, aty çfarë s'vjen, ti nuk je për kështu vendesh. Nuk ja bëra fjalën dysh, isha kurioze më shumë, jo çfarë lokali ishte, por me kë punonte. Se shumë herë, kur më vinte në shtëpi, nuhasja parfume vajzash, ndonjë shenjë buskuqi, pudër, por edhe të tjera thonjsh në trupin e tij. Mi mohonte gjithmonë dhe unë nuk e ngucja shumë. Mua më respektonte, më donte. Vajzën ma donte shumë, nuk kërkoja asgjë më shumë. Ato ishin vite të vështira, ato para viteve 2000, shumë të vështira. Të gjithë merreshin me gjithçka. Ndonjë gjë e palishme në lokale mendoja që shitej, ndonjë hashash, alkool, femra të përdala. Të gjitha i mendoja, por kur që dashuria e jetës time të ishte një trafikant. Dhe ato vajzat që mendoja të përdala nga paragjykimet e kohës, ishin viktimat e tij. E kishin kthyer diskon në një treg ku shiteshin dhe bliheshin femrat. Këtë e mora vesh shumë më vonë, nga hetimet. Deri në atë kohë nuk dija asgjë. As lokali nuk e kishte me qëraj, e kishin të tjerë. Kam jetuar në një gënjeshtër të madhe. Nuk e di çfarë ndodhi me diskën që punonte, por një ditë erdhi në shtëpi i turfullosur me justifikimin se konkurrentët i kishin dërguar policinë dhe se përfundim ishte mbyllur. Beti pa punë. Aty filloi të më hidhte idenë për të ikur jashtë vendit. Ai kishte miq në Greqi dhe donte të iknin bashkë në Atinë. Edhe për vajzën e gjeti zgjidhjen për sa kohë, mendoi ta linim tek disa njerëz të tij. Ne do t'i çonim lek dhe ata do të kujdeseshin për të. Nuk e di ç'më shkoi në mend dhe thash po, dhe ikëm. Atë natë nuk e putha vajzën, nuk doja të përshëndetesha me të. Ajo ishte shumë e vogël, nuk e kuptonte, por mua më duke sikur e braktisja. Por nga ana tjetër, do t'i ikja të siguroja jetën e saj, jetën tonë. Por atje më priste një tjetër realitet.
Kur shkuam në Athinë, na pritën disa shokë të tij që na çuan në një hotel ku do të qëndronin për momentin. Sa zbritëm, i ndjeva që nënqeshnin, mu dukun të pa edukat, dhe si uqër, të uritur. Nuk bëra zë, ndoqa partnerin tim. Kur shkuam në dhomën e hotelit, u futëm në dhomë, ndërsa dy shokët e tij qëndruan jashtë hotelit. Thanë, vazhdoni ju dhe na fol pastaj Genci. E pyeta, do ikësh ke punë, po me kë do më lësh? Ai nuk foli, më shoqëroi deri në dhomë dhe aty do të njihesha me fatin tim. Aty më uli në cepin e krevatit e si t'isha një cop mishi më tha, tani do bësh atë që do të them unë, ose nuk e shikon më me sy vajzën. Mbeta si hu, diçka para ndjeja, i luta të më çonte në Shqipëri, por nuk ishte më kthim pas. Pastaj gjithçka ndodhi shumë shpejt. Një nga ata që e priste poshtë, u ngjit në dhomë për të provuar mallin e ri që kishte ardhur nga Shqipëria. Sa ashtu ishim, një mall i ri. Sa po isha bërë pjesë e një rrjeti trafikantësh. Përfundova e shitur mes katër rrugëve të Athinës. Ata kishin vajzën time. Kjo ishte garancia e tyre më e madhe që unë nuk do të aratisesha, apo nuk do t'i hapja probleme. Ti the ne se ashtu ishim ne, malli i ri, kisha dhe vajza tjera? Po, se nuk isha vetëm unë, kisha shumë të tjera. Unë mu të them se isha me e madhja, edhe pse isha akoma në të 20-tat, ishte 4 që ishin 16 vjeç, 3, 18, 19 vjeç, të tjerat ishin jo më shumë se 21-22. Nga vajzat, 6 ishin shqiptare, bashkë me mua u bën 7. 4 të tjera ishin bullgare. Ishim 11 vajza që punonin çdo natë, por edhe çdo ditë, se nuk kishim orar, kur duhet të dilnim. Po në darkë kishim të detyrueshme, se na linin në një lokal të njohur në Athinë dhe aty bënim më shumë lek. Nuk flisnim shumë. Ato kishin frikë se mos unë isha infiltruar dhe mund të tregoja ndonjë gjë, por as udhëtorët nuk donin që të flisnim shumë. Me aq pak sa kemi folur, mësova që vetëm 3 nga vajzat kishin 1 vit, të tjerat shumë më pak. Kisha shpresë ndoshta do zjaste pak. Të gjitha ishin mashtruar, derisa erdhën dhe përfunduan në rrugë. Dikujt ju premtua martesë, dikujt një ardhme më e mirë, dikujt fejesë, dikujt ndesëri, shumë histori të tmerrshme. Genci, i dashuri im, ishte një nga tutorët e të gjithave ne. Në ato pak raste që unë refuzoja të shkoja me klientët që më kishte gjetur, ai nuk humbe asnjë shans dhe vinte më tregonte një foto të vajzës. Nuk e kuptova asnjëherë pse ma bëri. Mundohesha ta pyesja pse ma bëre këtë. Ai nënqeshte dhe ikte, sikur kishte një urrëtie për mua. Pjesa e klientëve ishte një anë e tmerrit, por nuk mbaronte aty. Kur ktheheshin tek tutorët që numëronin lekët, niste një tjetër ferë për ne. Nëse nuk i çonim aq para sa donin, na rrihnin, na diqnin cigare në trup, na linin pa ngrënë, nuk na linin të shkonim në banjë, e bënin në brek sa e sa herë. Nëse nuk bëja minimumi 500 euro në një natë, e dija që më priste. Ta kshoja veten sa e sa herë, doja të lëndoja veten, para asnjëherë nuk ja dilja. Ata ishin kudo, kishin sy kudo. Në natë kishim shumë klientë, 10, 15 edhe 20. Andaj na tregonin gjithçka që ne duhet të bënim. Pozicionet, gjërat që kishin të bënin me klientin, si duhet të trajtonim, si duhet të bisedonim me ta, që ata të na japin më shumë para. Disa nga vajzat ja dolën t'ja mbathnin. Për to ishte dita më e lumtur për ne ferri mbi tokë. Sa herë njëra nga ne largohej, ne hanim drusi qenë. Me shkelma, grushta, na diqnin mishin. Ishte si ndëshkim që ne mos na shkonte në mendje të largoheshim ndonjëherë. Shpresa e vetme ishte policia, që edhe atëherë mbaj mend që në hotelin ku isha,
erdhi një grup policësh. Mendova se shpëtuam, por jo. Ata erdhën të bënin të njëjtën gjë që bënin të gjithë. Na përdhunonin dhunshëm. Kjo ishte një mënyrë pagesë, mendoj, se tutorët tanë të mos binin në rrjetën e tyre. Do të doja shumë të isha një nga vajzat që dolën t'ja mbathnin. Unë jo që nuk ja dola, por as u mundova. Ku të shkoja? Isha vajzën, më mbante vajzën peng. Ja ika. Po vajza, mua më shpëtoi fati. Unë shpëtova pasi u bë një aksion policie kësaj here i vërtet, e i kapën të gjithë, edhe ne që kishim mbetur. Atë kohë bu skandali madh në Athinë, edhe për përfshirjen e policëve, që e dinin çfarë po përjetonim dhe nuk lëvizën as gishtin. Ne na liruan shumë shpejt, na sollën në Shqipëri. Këtu nisëm me shoqatat për të rehabilituar, por nuk zgjati shumë. Mora vajzën dhe ika jashtë shtetit. Kisha frikë se ai do kthehej dhe do më gjente sërish atje dhe mund të më bënte ndonjë gjë. Nuk e di. As sot, sa do e mendoj, pse e bëri atë gjë që ishte rritur me mua. Ndonjëherë falsoja veten, mos kisha shndruar unë natën mostër, ndoshta donte ta merrej me mua që martova me dikë tjetër. Nuk e di. Që nga ajo kohë nuk i besoj dot më askujt. Vazhdoj të jetoj vetëm me vajzën. Po tani ku jeton? Unë jetoj jashtë. Një nga shoqatat na ndihmoi, më rregulloi të jetoja. Unë tani jetoj në Suedi bashkë me vajzën. Vajza studion atje. Vi në Shqipëri, vi çdo vit, por nuk rigjat.